Për herë të parë që nga vendosja e pagës minimale në vitin 2012, vendimet merren pa punëtorët, thot Tërpe Deanovski, kryetari i sindikatës, pasi qeveria në seancën e fundit mori vendim për korrigjim të pagës minimale për 1.800 denar. Deanovski thot se nuk tërhiqen nga kërkesa për pagë minimale prej 500 euro. Jo, 2.200 nuk është e saktë, 1.800 është e saktë. Nuk e di pse kryeministri tha se është vendosur pa Këshillin Ekonomik Social të diskutohet për pagën minimale, pa vendosur punëtorët, punëdhënësit dhe qeveria. Kjo është hera e parë që po ndodh. Për herë të parë, siç thash, ne nuk jemi përfaqësues, e përmendi qeveria dhe kryeministri, derisa nuk kemi përfaqësim, s'mund të marrim pjesë. Duket se qeverisë aq mirë po i shkon saqë mund të merr vendim pa sindikatat dhe punëtorët për fat të keq, deklaroi Tërpe Deanovski nga sindikata e pavarur. Zëvendës ministri i ekonomisë Marian Ristevski theksoi se vendimi i qeverisë është legjitim. Paga minimale nga 1 prilli do të jetë 24.000 denar. Ne si qeveri kemi obligim vetëm të respektojmë ligjin për pagën minimale, i cili duhet të fillojë të zbatohet muajin e ardhshëm. Ka kohë të mjaftueshme, ka hapësirë të mjaftueshme që institucionet ta llogarisin rritjen, ta kalkulojnë atë në pagë minimale, e cila ligjërisht është 2.200 denar, tha Marian Ristevski, zëvendës ministër i ekonomisë. Sindikatat njoftuan kohë më parë se përderisa nuk ka përgjigje për kërkesën e tyre për pagë minimale prej 500 eurosh, nuk përjashtojnë mundësinë e grevës së përgjithshme të bllokadave.